Nëse ka një art që Edi Rama e ka zotësi më tepër se piktura, skulptura apo kënga popullore është arti i hipokrizisë politike. Kjo duket qartë te loja e tij më e re, dhuno banorët për të mbrojtur banditin. Pastaj shkon e i kërkon Zotit të mbrojë shtetin që vetë ka dorëzuar tek banditët. Edi Rama ka një talent të rrallë. Arrin të jetë në dy vende moralisht të kundërta brenda të njëjtës ditë, pa ju skuqur fytyra. Në Shkodër dhunon banorët katolik që mbrojnë tokat e tyre për t'ia dorëzuar Mulla Bashkimulajt, ndërsa në Vatikan gjunjëzohet përpara zojës së Këshillit Mirë dhe i lutet mbroje Shqipërinë. Një Shqipëri e cila në terren po mbrohet me shkop gome, pranga dhe uniforma policie jo nga ligji, por për ligjin e më të fortit. Në Velipoj Rjoll, shteti i Ramës nuk shfaqet si garanti pronës private, por si truproje një banditi që ka marrë status investitor strategjik dhe që, si gjithmonë, ndërton më shpejt se leja në letra dhe grabit më shpejt se drejtësia. Banorët që jetojnë aty prej shekujsh trajtohen si pushtues, ndërsa ai që vjen me dosje pronësie të falsifikuara, vendime qeverie dhe bekim politike quhet zhvillues. Policia nuk pyet kush ka të drejtë, por kush ka firmën e kryeministrit. Dhe kur banorët ngren zërin, shteti u përgjigjet me dhunë, sikur po mbrojnë një bazë ushtarake dhe jo një resort privat. Por ironia nuk mbaron këtu. I njëjti kryeministër që urdhëron policinë të godasë qytetarët për tokën e tyre, shfaqet në Vatikan si njeri i besimit i përulur, duke kërkuar nga zoja e Këshillit Mirë mbrojtjen e Shqipërisë. Cilën Shqipëri, ajo që grabitet me vendime qeverie, ajo që dhunohet me polici, ajo që u shurben oligarkëve dhe shtyp qytetarët, apo ajo Shqipëri që ekziston vetëm në fjalimet e tij dhe në lutjet rituale për kamera? Kjo nuk është çështje feje. Katolik, musliman apo ortodoks nuk kanë asnjë lidhje me këtë histori. Kjo është çështje pushteti. Dhe pushteti i Ramës ka zgjedhur qartësisht anën e tij. Jo qytetarin, por oligarkun bandit. Jo pronën private, por pazarin. Jo ligjin, por forcën. Në këtë realitet, lutjet në Vatikan janë thjesht dekor, ndërsa dhuna në Shkodër është politika reale. Mbroje Shqipërinë, thot Rama zojës së Këshillit Mirë. Por Shqipëria sot ka nevojë të mbrohet jo nga Zoti, por nga ata që e përdorin shtetin si pronë private dhe policinë si roje resortesh. Sepse një vend nuk humbet kur i mungon bekimi hyjnor, por kur i mungon drejtësia njerëzore. Dhe ajo në Rjoll, në Velipoj dhe në Shkodër sot mungon krejtësisht.